Një zjarr i madh ka përfshirë tregun e ish uzinës Dinamo mbrëmjen e të njëjtës, duke nisur fillimisht nga një kapull elektrik brenda një dyqani dhe përhapur me shpejtësi në bizneset përreth, të ndërtuara kryesisht me materiale të lehta dhe të djegshme. 2 kapanone janë shkrumbruar plotësisht, duke përfshirë mbi 100 magazina me një sipërfaqe totale prej 10.000 metër katror. Pamja në treg një ditë pas ngjarjes është dramatike. Stenda të shkumbuara, tenda të rrëzuara, madhra të djegura dhe tymi vazhdueshëm që mbulon zonën. Tregtarët shprehen të dëshpëruar për humbjen e të gjitha investimeve të tyre, të cilat janë krijuar gjatë viteve. Disa prej tyre u përfshin në debate me përgjegjësit e tregut, duke akuzuar për mungesë përgjegjshmërie dhe ndërhyrje të vonuar të forcave zjarrfikse dhe u desh ndërhyrja e policisë për të qetësuar situatën. Grupi hetimor po analizon pamjet e kamerave dhe provave në terren për të sqaruar shkaqet e zjarrit, ndërsa dyshimet paraprake lidhen me një defekt elektrik. Ngjarja ka shkaktuar panik dhe mes banorëve të lagjes për shkak të rrezikut ndaj pallateve përreth. Autoritetet vijojnë vlerësimin e dëmeve materiale dhe kontrollin e zonës për siguri, ndërsa tregtarët përballen me humbje të konsiderueshme dhe pasiguri për të ardhmen e bizneseve të tyre.